Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ledion Liço trazon rrjetin me postimin e koduar pak ditë para Bigut. Mes zërave gjithnjë në rritje për një krizë në martesën e tij, moderatori Ledion Liço ka tërhequr vëmendjen me një reagim enigmatik në rrjetet sociale vetëm pak ditë para nisjes së spektaklit të madh. Prezantuesi, i cili është konfirmuar zyrtarisht në ndërtimin e sezonit të ri të Bigut, që nis më datë 20 dhjetor, ka qenë në qendër të medjave roz për shkak të aludimeve mbi raportin me bashkëshorten e tij, producenten Sara Hoxha. Çifti, të cilët janë prindër të 3 fëmijëve, janë njohur ndër vite për lidhjen e fortë, por mungesa e Ledionit në krah të Sarës gjatë eventeve të fundit është parë si një ftoje e marrëdhënies së tyre. Në këtë klim, thashë themesh, Ledioni ka bërë një repost në Instagram që ka ngritur shumë pikpyetje. Ai ka shpërndar një shprehje në anglisht, e cila përkthehet: vetëm sepse përshtatesh me dikë nuk do të thotë se përket aty. Ky mesazh filozofik vjen në një moment shumë delikat, duke lënë ndjekësit të hamendësojnë nëse i referohet situatës personale, nëse i referohet një rikthimi me Sarën, apo nëse i referohet thjesht dinamikave profesionale në të cilat ai duhet të punojë me Sara Hoxhën edhe pse janë të ndarë.